5 shqiptarë dhe një grua britanike po përballen me drejtësinë në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa akuzohen për mbi 40 episode vjedhjesh me një vlerë prej 1 milion pound. Së fundmi mediat britanike kanë publikuar pamjet nga momenti i arrestimit të anëtarëve të bandës. Një ndërhyrje e shpejtë e policisë në orët e para të mëngjesit ka kapur të papërgatitur të dyshuarit. Ata ishin në gjumë kur oficerët hapën me forcë dyert e një banese ku ata qëndronin, pa i dhënë mundësi të reagonin. Pasi u prangosën, ata u shoqëruan në një autoburg dhe më pas u transportuan në qeli. Burrat shqiptar dhe një grua britanike pranuan rolin e tyre në një seri vjedhjesh me vlerë të lartë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Endrit Nikoli, 27 vjeç, Kristian Gropcaj, 30 vjeç, George Leshaj, 31 vjeç, Kristian Ded Ndreaj, 28 vjeç dhe Sidorian Leshi, 26 vjeç. Të gjithë pranuan fajsin për konspiracion për të kryer vjedhje me thyerje dhe konspiracion për të poseduar pasuri kriminale. Nikoli dhe Leshi pranuan gjithashtu një akuzë tjetër për vjedhje me thyerje në lidhje me 2 grabitje në Staffordshire në mars 2024 dhe dhjetor 2023. Jade Tabb, 33 vjeç, u deklarua fajtore për konspiracion për të poseduar pasuri kriminale të mërkurën, 7 janar. Një zëdhënës i policisë së Cheshire tha se operacioni Ambler filloi në tetor 2024 pas një seri vjedhjesh në të gjithë lindjen e Cheshire. Në çdo incident, banda përdorte shkallë për të hyrë nga dritaret ose balkonet, përpara se të plaçkiste pronat dhe të ikte me sende me vlerë të lartë. Banda synonte posaçërisht viktimat e pasura, me qëllim që të vidhnin sa më shumë prona me vlerë të lartë. Midis tyre ata madje vendosnin objektiva javore për sasinë e arit që donin të vidhnin. Nikoli, Gropcaj, Ded Ndreaj, Leshaj dhe Leshi ishin të gjithë përgjegjës për kryerjen e vjedhjeve me thyrje, ndërsa Tabb ishte e lumtur që shpenzonte fitimet e tyre të fituara në mënyrë paligjshme. Gjatë kontrolleve u gjetën letra midis Nikolit dhe Tubit, në të cilat dyshja përshkruante veten si Bonnie and Clyde, duke ju referuar mënyrës se si punonin së bashku për të kryer vjedhjet. Gjatë gjithë hetimit, kanë qenë të qarta se banda të nuk kishte absolutisht asnjë konsiderat për ndikimin që veprat e tyre penale do të kishin mbi viktimat. Në vend të kësaj, ata rregullisht mburreshin me krimet e tyre dhe ndanin imazhe të fitimeve të paligjshme. Fatmirësisht, si rezultat i provave të mbledhura gjatë hetimit, të 6 të pandeurit nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të pranonin fajsinë për akuzat dhe tani po përballen me pasojat e veprimeve të tyre, thanë zyrtarët e policisë.